Një avarie e rëndë e cila ka zgjatur prej më shumë se një javë është shfaqur në rrjetin e ujësjellësit në zonën e ish parkut të Tregtisë në Vlorë. Për shkak të defektit është ndërprer puna e stacioneve të pompimit duke lënë kështu pa ujë një pjesë të madhe të qytetit. Sipas njoftimit nga ujësjellës kanalizime, rajoni Vlorë mungesa e furnizimit pritet të zgjatë deri në mëngjesin e ditës së nesërme, ndërsa ekipet po punojnë për riparimin e dëmtimit. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar pasi defekti është shfaqur prej një jave, por ndërhyrja sipas tyre ka nisur vetëm ditën e djeshme. Ata tregojnë se rrugët janë përmbytur dhe kalimi është bërë i vështirë për shkak të ujrave që kanë dalë në sipërfaqe në të gjithë lagjen. Duke nxjerr ujin me fjalë, ça ujë bardh apo e zezë ça ishte. Një javë nuk erdhi njëri, kur u bë shumë se doli pak fillim, u bë shumë, mbas 5 ditëve erdhën. Filluan 2-3 punëtorë, si duke doli problemi madh edhe siç e shih. Si kalojmë. Ja, më tha im shoj tash, mos kaloam dhe as ti, s'di unë, se tani dola, nuk e di. Po të shtëpia, kemi ujë? Po, kemi probleme me ujë? Jo, kemi ujë, kemi ujë, se është depozita këtu poshtë të pallatit. Me depozitën. Këto nuk e dim, ujrat e bardha apo të zeza janë, kjo që plasi aty. Një rrethuar me ujë tani edhe që të them unë tani. Po nga se ka ndodhur, çfarë ka ndodhur? Është qartë tubi madh, thonë këta. Sa kohë ka në këtë gjendje? Këtu po bën gati një javë. Edhe hajde vërdau, aty asgjë po bëjnë. Çfarë ndërhyr për të rregulluar? Këto 2-3 ditët e fundit është vend çik në lëvizje. Autoritetet e ujësjellësit bëjnë thirrje për mirëkuptim nga qytetarët, ndërsa garantojnë se po punohet me intensitet për të rikthyer furnizimin me ujë sa më shpejt jetë e mundur dhe për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla në rrjetin e amortizuar të qytetit.